kaluar një fazë e parë, mund të themi që ky është ekipi pak a shumë që ju do të përballojnë kampionatin? Jo, ne presim akoma lojtar, se nuk ka ardhur asnjë, nuk ka ardhur një lojtar tjetër që ne kemi mbyllur marrëveshjen me të, por nuk ta kemi dhe kemi dhe lojtarin që nuk është kufizuar akoma që në mbrojtësin që ka nga Franca që është dëmtuar që në ditët e para në një dëmtim të lehtë që besoj nga ona do hyjë në stadium. Besoj që do formojmë një grup shumë të lehtë. 2 miqësorë, asnjë gol. Mendoni se po sepse Bismarck ka një periudhë të gjatë edhe te vllaznia nuk pati aktivizime shumë dhe duhet pak kohë për ta pritur dhe patjetër që është edhe pak mbrapa me servitin. Dhe duhet në patjetër që të shohim dhe një lojtar tjetër në atë fakt. Zakonisht trajnerët nuk kënaqen kurrë me afrimet që bëhen në ekip. Jo, po ka një logjikë sepse preferuan të bëjmë 2 neshje të forta në fillim për t'i dhënë kuptojmë lojtarët që kanë ardhur që të shërë kampionati është. Sepse zakonisht faza përjetore fillohen me neshje të lehta dhe pastaj vjen duke u vështirësuar situata. Por ne kemi një skuadër të re të ndërtuar me shumë lojtarë të rinj që kanë ardhur dhe patjetër që ata duhet njihen me forcën e këtij kampionati. Dhe pastaj do kemi dhe shumë historie të tjera që do mundohemi të kristalizojmë gjërat që na duhen në një ndeshje. Por kemi marrë sinjale pozitive nga shumë lojtarë, sidomos që në mbrojtje, disa lojtarë të tjerë, në fushorë, pra kemi parë sinjale shumë mira nga shumë lojtarë. Shumë është folur edhe për çështjen e Estrela. Keni ju ndikim këtu? Estrela është një lojtar i Skënderbeut dhe mendoj që në skuadër duhen lojtarë më me shumë agresivitet. Dhe ju e pat dhe vetë Superliga shumë e vështirë. Estrela ka qenë dhe kur Skënderbeu ra nga kategoria. Nuk mendoj që vetëm të luash një fazë loje, je i dobishëm në Superligë. Në Superligë duhet të bësh të dyja fazat e lojës që të jesh i vlefshëm në një skuadër. Mund të flasim tani për një objektiv të Skënderbeut? Objektivi i Skënderbeut është gjithmonë që të ndërtojë një skuadër për të ardhmen dhe qëndrimin në mos të bjerë sërish nga kategoria. Pra, mund të themi që nuk do të jetë ky Skënderbeu pak a shumë ai Skënderbeu europian që dargatar do të fillojë. Nuk mund të flasim për kemi pak më shumë se 2 javë stërvitje dhe ndoshta as emrat nuk janë mësuar lojtarëve në kaq pak kohë dhe duhet kohë që një skuadër të ndërtohet dhe të shkojë në ato pritshmëritë. Të rëndësishme janë individët, pra individët që ne kemi afruar janë lojtarë, duken që janë lojtarë cilësorë. Kjo do na ndihmojë që të ndërtojmë një skuadër. Nga ata që keni tani në ekip për momentin, ka ndonjë që do të marrë notë jo kalusa? Besoj që kemi pritshmëri më të mëdha te disa lojtarë dhe do të japim kohën e duhur atyre që të shprehen dhe pastaj mund të marrin një vendim. Profesor, po në lidhje me Nasër, si paraqitet situata me Sulmos? Nasër besoj duhet të ketë dalë viza këto ditë dhe shumë shpejt do jetë para skuadrës. Por edhe ai është, sepse është një lojtar i skuadrës dhe ai ndikohet mungesa e tij në skuadrë. Ndërkohë, për sa i përket Estrelës, konfirmohet që është pjesë e grupit apo do pritet ka një kontratë me klubin dhe pritet që të arrijë marrëveshje. Faleminderit.